Sot, Shoqata Intelektualëve Jakova organizoi në hapësirat e Pallatit të Kulturës promovimin e librave me titujt Shkolla Skënderbeg e Gjakovës dhe Tuf Proverba të zgjedhura të autorit veteranit të arsimit Ragip Ballata. Fjalën hapse mbajti kryetari i Shoqatës së Intelektualëve Jakova, Rushdi Sefa, i cili ndau edhe disa vlerësime për kontributin e autorit. Prej më shumë se 5 dekadash, profesor Ballata ka qenë i pranishëm në jetën intelektuale dhe kulturore me shkrime profesionale, studime, monografi dhe botime dokumentare, duke dëshmuar për kushtim të veçantë ndaj ruajtjes së kujtesës historike të arsimit shqip. Ndërkaq, profesori Shefqet Sanhasi tregoi arsyen pse pranoi ta bëjë shqyrtimin kritik të veprës. Po emri Skënderbeut, vlera e shkollës dhe punimit më obligonin të mbledhej forcat e ta shkruaja të recension dhe të referoj sot para jush. Ishte një obligim nderi pra. Në këtë punë. Në fund, vetë autori Ragip Ballata tregoi edhe qëllimin kryesor që kishte për realizimin e veprave të botuara sot. Me shpëtu nga mjegulla e kohës një institucion arsimor të rëndësishëm edhe të një periudhë ani pse e shkurt, por shumë e rëndësishme për arsimin shqip. Ky ka qenë qëllimi, edhe personalitetet të cilët kanë kontribuar aty. Rëndësi e veçantë ju kushtua libri Shkolla Skënderbeg e Gjakovës, i cili trajton periudhën 1915-1918, kur Kosova dhe Veriu i Shqipërisë ishin në administrimin austro-hungarez, periudhë gjatë së cilës u sollën ndryshime në administrat dhe u njohë drejta për shkollimin e gjuhën shqipe. Hapja e shkollës Skënderbeg në Gjakovë